sot po është një farë zanafile e këtyre kacafytjeve, po flasë për politikë konkretisht, e kemi pa në tubime këto, sidomos para zgjedhore, janë ekspozu vazhdimisht miturit, janë ekspozu vazhdimisht të simpatizuesit pjesa lartë me flamura që janë kanë përfuni moshës 17 vjeçare. Pra janë ato folë që institucionet që i zhdasht me i rujt këto që sa po e the, ata po heshtin edhe po i përdorin vetë. Po, ta qartësoj edhe për opinionin publik sa i përket, sepse ka mesazhe të ndryshme që më vinë, është juriste Astrid Gjocaj që ma ka dërguar një mesazh sa i përket temës së sotme. Thotë nëse nuk ka qenë shkak politika dhe mediat e kanë deklaruar ashtu, duhet më ndjek penalisht prej policisë për manipulim të opinionit publik dhe tendencë të keq orientu hetimet e demantu procesin. Po sa i përket kësaj, ta qartësojmë për opinionin publik, intervista e parë në media e prindit të viktimës ka qenë shkaku i politikës. Edhe kjo nuk e ndryshon asgjë. Është në media, është në rrjetet sociale, është në YouTube, është në media deklarata e tillë. Kështu që është e qartësuar kjo, edhe sa i përket mund të hyni të ulëmtoni, të kërkoni edhe të gjeni deklaratën e parë, është shumë e thjeshtë për me gjetë deklaratën e parë. Edhe personi falë që e përmene, tek intervista që veç u bazum, të kolegu Vullneti, do me thonë babaj edhe xhaxhai i viktimës në këtë rast, tha që u keq interpretu prej medjave. Nëse ti del edhe thu, djali mu ka vrarë për shkak konflikteve politike, nuk ka që ka me u keq interpretu. Jo, as pak. Është bukfalisht fjali që e tregon motivin, po flasë si pas prindve. Prandaj media nuk ka dalë vetë me thonë që ashtu, kemi informacionet brendshme. Biles asnjëherë nuk mundet me dalë media. Ajo ke organizun, nuk kur gjo me spontanitet spontane s'pat kur gjo. E prindit të viktimës ka qenë, ka thonë që kam qenë në emocione dhe e kam thonë për shkak të politikës. Më thonë, intervista e dytë e ti ka qenë kjo që ka ndryshu deklaratën. Po ashtu mund të ulëmtoni të kërkojnë edhe ta gjeni edhe këtë intervistë, se është shumë e lehtë për të gjetur. Atëherë për situata është pak më e thellë, pravave që e kanë lanë pjesës politikës. Po, biles sa i përket ndrimit të deklaratës, në intervistën e dytë shihet edhe në mimika që nuk po mundet asese me kamuflu ndoshta atë që ka thënë në fillim. Ajo ke organizuar gjithçka në intervistë.